Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për t'u takuar si gjithmonë në orët e para të mëngjesit për t'ju informuar rreth ngjarjeve më të fundit të jetës artistëve shqiptar. Në fakt, kam patur shumë pyetje. Mos aktiviteti i Brikenës në Instagram, gjithashtu edhe i Mateos, kanë ngritur një sër diskutimi në rrjetet sociale se si qëndron marrëdhënia e tyre. Çfarë po ndodh me to? A shkojnë gjërat ashtu siç duhet? A janë gjërat të gjitha në rregull? Në fakt, to kanë qenë pyetjet më të mëdha që mua më janë adresuar në adresat e mia zyrtare. Që nga dita e djeshme, kur Mateo bëri një lëvizje shumë të bukur, e priti dashurinë e jetës së tij në aeroportin e Tiranës, Brikena udhëtoi nga Italia që shkoi në një mini vizitë të vogël, nuk do të them në një vizitë të gjatë. Do të thënë nuk zgjati shumë vizita e Brikenës në Itali, rezultoi që edhe prindërit me të nuk u kthyen për në vendlindje, që nuk kupton ndoshta prindërit e Brikenës do të kthehen në muajin korrik ose gusht, në ato muaj që zakonisht të gjithë mërgjimtarët kanë pushimet e tyre, por me sa dukej, Brikena kishte kaluar një pushim të jashtëzakonshëm, një pushim që asaj kishte dhënë një karikim shpirtëror, do ta them unë, sepse që në momentin kur Brikena ka hyrë në Big Brother dhe deri në momentin që ka dalë dhe jashtë asaj, do të thënë nuk ka patur takim me prindërit përpos me mamin dhe një telefonat që në fakt pati me të jatin e saj. Brikena që në momentin e parë kur u nis për Itali, ishte pikërisht dita e nesërme, një ditë pas ditëlindjes motrës së Mateos, ndjeshte shumë e lumtur dhe e kënaqur që po bënte këtë rrugtimin, por ky rrugtim domethënë rezultoi që në fakt të sillte bukurinë te Brikena. Brikena u kthye në Shqipëri dhe në Kosovë. Mateo, siç duket, e ka shoqëruar nga aeroporti i Tiranës që i ka bërë dhe pritjen. Në fakt, Brikenës një pritje shumë të thjeshtë, po shumë të ngrohtë. Domethënë pash shumë emocion te këtë dy, një përqafim shumë pozitiv që i kishte munguar njëri tjetrit, shoh edhe një lloj ngurtësie, apo mos e them ngurtësi, por një lloj turpi nga ana e Brikenës kundër drejt Mateos, por gjithsesi domethënë Brikena ishte e para që ju lëshua Mateos në përqafim. Të dy kanë bërë rrugën prej në Tiranë drejt Prishtinës, ku kanë shkuar në shtëpinë dhe në apartamentin ku Brikena realisht shkoi menjëherë pas Big Brotherit tek tezja e saj. Të mirëpritur në një traditë shqiptare, dukeshte që Mateo nga fotoja e postuar edhe në rrjetet sociale, dukej që Mateo kishte zënë një vend të rëndësishëm në familjen e Brikenës, domethënë i dhuronin shumë dashuri me sa pash, i dhuronin shumë respekt dhe e kishin pritur ashtu siç pritet tradicionalisht tek shqiptarët, domethënë me çaj të kuq, me ëmbëlsira, me baklava, me ushqime të gatuara nga duart e tezes së Brikenës, e cila dukej shumë e lumtur në fotografinë të postuar në rrjetet sociale, gjë që në fakt dukej që dhe Mateo po e shijonte pafund atë respekt dhe atë mikpritje që po i bëhej në Prishtinë. Tani nuk dua që të klasifikoj, po realisht shqiptarët e Kosovës për mikpritje janë nona fare, domethënë i kanë këto traditat e bukura, i kanë ushqimet fantastike që realisht të shijojnë. Dhe e pash që tek tezja e Brikenës merr të kuptim kjo thënia që shtëpia plot e zemra e madhe, dhe realisht ashtu ishte, një tavolinë e mbushur me shumë gjëra e një zemër shumë të madhe. Kjo edhe një herë konfirmoi marrëdhënien tashmë që është edhe më e zyrtarizuar se saç ishte, pasi që Mateo ka filluar që të bëj edhe hyrjet edhe daljet e para, që realisht nuk kanë qenë më përpara se Brikena të ikte në Itali, domethënë situata apo marrëdhënia e tyre ishte pak
më e ftohtë, pak më e largët, jo një marrëdhënie siç ne jemi mësuar që ta shohim. Brikena duket shumë e lumtur, mendoj që rikthimi i saj shpejt nuk është një rikthim bosh. Ne e dim shumë mirë që Brikena tashmë ka marrë një kontratë në televizionin Top Channel, ku do të kemi fatin ta shohim aty nga ajo që kuptohet, domethënë Ed Manushi, pjesë e përgjigjeve që nuk kupton ta shohim çdo të diel, domethënë do të jetë pak më afër Tiranës, që nuk kupton do të kemi më shumë fotografi, do të kemi më shumë video, do të kemi më shumë paparac nga domethënë nga Brikena dhe nga Mateo, nga çifti i dashur i cili dhuron një emocion të papar me qëndrimet të tyre. Dua të theksoj që Mateo ka sjellë dhe një foto tjetër, domethënë te grupi i hapur në Instagram. Mateo duket shumë i lumtur, fotografinë e ka bërë në dhomën e ndenjës tek shtëpia e tezes, që nuk kupton Mateo dhe Brikena nuk kanë preferuar që momentet e bukura t'i kalojnë jashta apartamentit ku jeton tezja, por kanë dashur që t'i kalojnë në një ambient familjar me shumë dashuri, që realisht në disa raste Brikena edhe e ka thënë që unë jam një vajzë që kohën time të lirë, momentet e mia të lira, nuk dëshiroj që t'i kaloj jashta shtëpisë nëpër diskoteka, nëpër klabe, nëpër ambiente të ndryshme, por dua t'i kaloj pranë njerëzve të cilët që i dua dhe më duan pafund. Domethënë, ka patur një kombinim të bukur të gjës mes Mateos edhe Brikenës dhe fotografisë në fakt të bukur që na sollën. Shoh një Mateo shumë të përmbushur, i cili domethënë do të kalon me patjetër disa ditë me dashurinë e jetës së tij, tashmë në Prishtinë, edhe për të nisur edhe planet e tyre. Unë sinqerisht uroj me zemër që dashuria t'ju vazhdon kështu. Unë kam qenë gjithmonë tim Briteo, ju e dini shumë bukur, jam ndër gazetarët e parë që kam besuar që një gjë do të ndodhte në Big Brother, do me thënë diçka do të lindte, dhe realisht ajo diçka ja lindi shumë shpejt, u bë shumë e madhe dhe mori një kuptim shumë të bukur dhe do me thënë po duar trokitet nga të gjithë shqiptarët, gjitha ndej ku jetojnë, kanë krijuar një fanbase shumë të gjerë, dhe uroj me zemër që këtë gjën e bukur që kanë krijuar, këtë emocionin fantastik, këtë ndjesinë e bukur që kanë krijuar me njëri tjetrin, ta përdorin në të mirë dhe në interesin e tyre. Kuptohet se në qoftë se nuk e përdorin në interesin e tyre, atëherë do me thënë kod që quhet një gjë e mirë. Shoh një Mateo të plotësuar shpirtërisht, po shoh dhe një Brikena jashtëzakonisht të plotësuar shpirtërisht. Unë mendoj që syt, buzëqeshja është faktori kryesor që tregon gjithçka rreth një marrëdhënie, rreth një situate që realisht duket që është shumë e bukur dhe kalon përtej saj. Nga çifti do të kemi vetëm momente fantastike, nga çifti do të kemi vetëm momente të bukura, nuk do të kemi ndonjë dasëm këtë vit, nuk do të kemi ndonjë aheng, do të thënë do të kemi një fejesë të vogël që Mateo dhe Brikena do ta bëjnë në ambientin e tyre familjar me ardhin e prindërve, dhe më pas me patjetër që në vitet në vazhdim ndoshta do të përjetojmë edhe emocionet e dasmës së çiftit. Njëherë të shijojmë momentet e bukura të tyre dhe sukseset televizive që ato do të ngjiten.